si e shihni ju raportin mes Hungarisë dhe Kosovës të 10 vitet e fundit, për shembull? Ne në Kosovë jemi zakonisht të fokusuar të vendet e kuintit, të vendet të mëdha, për një në koncepti si fuqie mesme, edhe fuqie mesme llogaritet edhe Hungaria, sidomos nëse shumë Ballkanin si rajon, Hungaria, por edhe Kroacia, edhe Greqia, këto vende njihen si fuqi të mesme. Po Hungaria, krahasimisht me Greqinë apo Kroacinë, ka ndikimin më të madh në Ballkan. Ka dhe firma të ndryshme, të cilat nuk i ka në Kosovë në masë të njëjtë në të cilin i ka në vendet e tjera të Ballkanit, përfshi edhe Shqipërinë. Pra, ndikimi i parë është që tregtar me një farforme Hungaria vazhdon ta shohë Kosovën si një vend për stabilitet, pra shumë e angazhuar në KFOR në Kosovë, por jo në aspektin tregtar. Dhe kjo mund të ndryshonte me dikë që është me një qeveri që është pak më e hapur. Për këtu edhe Kosova i ka pas problemet e saj, sepse kemi pasur një marrëveshje për 62 milion që për shkak të qeverive që janë ndru prej qeverisë Haradinaj dhe pastaj Kurteni Hoti, Kurti 2, kemi pasur 4 qeveri për një kohë të shkurtër, që kanë ndikuar që kjo lloj marrëveshje të mos çohet asnjëherë deri në fund, për shkak që sa herë janë ndryshuar qeveritë, janë ndryshuar edhe marrëveshja, derisa ka humbur edhe disponimi për marrëveshje. Hera fundit që është zgjatë marrëveshja pa të qenë në kohën me Meriza Haradinajt edhe Peter Sijarto, pra këto kemi pasur edhe pak një paqëndrueshmëri, por ndikimi i Hungarisë te Kosova ka qenë për shembull tek masat, një vend si Hungaria shpeshherë nuk ka qenë përhoqjes së masave ose ka replikuar ato qëndrimet e Serbisë që spari duhet të ketë diçka tjetër, pastaj duhet të heqen masat. Po në këtë aspekt ka pas ndikim negativ. Gjithashtu në Këshillin e Evropës është vendi i vetëm i NATO-s edhe i BE-s që njeh Kosovën dhe që ka votuar kundër pranimit të Këshillit të Evropës në një kohë kur vendet si Greqia nuk kanë votuar kundër, vendi që njeh Kosovën ka votuar kundër, edhe kjo e vënë në pikpyetje çfarë roli do të ketë e pam se si deshta pengojë edhe antarësimin e Suedisë, por çfarë roli do të ketë në të ardhmen nëse kjo marrëdhënie nuk do të përmirësohet. Normalisht që Hungaria nuk është Amerikë, nuk është as SBA, nuk është për Amerikë ose Gjermani ose Britania e Madhe, por ka një mundësi sikur vendet e mesme të prishin, sidomos në këto NATO dhe BE edhe sa herë jepet një vendim për Kosovën, të ndikon në formulime që janë pak më jo të favorshme për Kosovën, që edhe ka qenë... Çka nëse ndryshon pushteti në Budapest dhe shohim Magyar që mund të merr pushtetin, a besoni që edhe çësia e Kosovës pastaj duhet të ndryshojë me kërkesa dhe si duhet shtrohet? Tash nëse kthehemi pak në histori edhe për me kristalizuar më shumë çka i bën një qeveri nëse është pro-perëndimore ose më pak ose më shumë pro-perëndimore. Nëse e merr Hungaria është vend i Vishegradit, i Evropës së Mesme. Kur është njoft Kosova, në Hungari ka qenë një rrymë shumë pro-perëndimore. Aleat kryesor për Hungarinë ka qenë SBA, Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe. Kur ka ardhur puna deri te njohja e Kosovës, Hungaria njeh në të njëjtën ditë me Bullgarinë dhe Kroacinë Kosovën vetëm një muaj pas shpalljes së pavarësisë, por kundër faktit që presioni ishte i madh ndaj Serbisë të mos e njohin Kosovën. Në të njëjtën kohë e kemi pasur Poloninë dhe Çekinë, e cila e ka njohur Kosovën, por ka pasur një lloj ngurrimi për marrëdhënie diplomatike. Mos harrojmë në 5 vitet e fundit Kosova për herë parë që në ambasador edhe ka në Poloni, ndërsa duke formuar konsulatin, ndërsa në Çeki është hera e parë në 5 vitet e fundit që akreditohet ambasadori si ambasador, edhe pse ambasadën e kemi pasur, por presidenti atje që ka qenë i djathtë nuk e ka pranuar. Ndërsa Slovakia dhe Rumania nuk e kanë njoft Kosovën. Pra nëse e krahasojmë me vendet e Evropës qendrore, Hungaria pikërisht për shkak që ishte pro-perëndimore, sot e kemi trashëgimi këtë njohjen të Hungarisë. Po të mos ishte sikur Rumania ose Slovakia, do të kishim probleme të mëdha, do të kishim edhe një vend mosnjës. Prandaj ky rrështimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën. Normalisht që tërheqja e njohjes për një vend të NATO-s, se shpesh kemi vendet serioze nuk i tërheqin njohjet, janë zakonisht vendet më pak lloj historie në diplomaci, themi, prandaj nuk pres që diçka e tillë bëhet, po pengesa të mëdha në vazhdimin e Kosovës në integrim në NATO dhe BE mund të ketë nëse kjo Hungari nuk ndryshon çësjen ndaj Kosovës. E përmendet pak më herët